Unë nuk mund flas me përgjegjësi për kolegët e tjerë. Gjithmonë po flas për veten time. Patjetër që unë udhëhiqem nga parimet e profesionalizmit të funksionit gazetarit, patjetër që unë edhe kontaktoj dhe patjetër që kontaktoj në vimësi strukturën e posaçme, qoftë për të marrë një qëndrim zyrtar prej tyre, apo edhe për të konfirmuar një fakt caktuar, por nga ana tjetër, unë jam i ndërgjegjshëm dhe besoj fatmirësisht shumë kolegë të mi që bëjnë çdo ditë punën që unë bëj, jemi të ndërgjegjshëm për të kuptuar, kjo bazuar edhe në përvojën tonë në punë, jemi ndërgjegjshëm për informacione që mund të jenë sensitive, informacione që mund të dëmtojnë hetimin apo informacione që mbase. Pra, ajo që po thoni është kur konsultoheni nëse janë të vërteta dhe nëse janë sensitive. Për çështje, jo, unë nuk konsultohem me prokurorët nëse janë sensitive. Për shkak të përvojës në punë, arrit të kuptoj dhe sikurse unë dhe shumë kolegë që janë po aq sa unë vite në punë apo edhe më tepër, arrin të kuptojmë çështje të caktuara, publikimi i të dhënave të caktuara që mund të përbëjë qoftë rrezik për jetën e individëve të caktuar apo edhe për vendosjen për cënimin e hetimeve të caktuara të prokurorisë. Dhe patjetër që ne vetë në mënyrë të mënvetësishme vendosim në një balancë pra interesin publik për të mësuar këtë informacion dhe patjetër nëse interesi më i madh i publikut është pikërisht vijimi i mbar, po themi, i këtij hetimi apo publikimi i këtij informacioni. Dhe unë mund të them që qoftë aktualisht apo edhe më herët kam pasur informacione, po them, të klasifikuara apo informacione sekrete të strukturës posaçme, të cilat për shkak pikërisht për të mos cënuar hetime të SPAK apo duke vlerësuar se publikimi i tyre mund të sillte rrezikshmëri, kam zgjedhur të mos publikoni. Okej, këto janë mendime personale, po flas për ato që kemi kam vlerësuar ti publikoj në kohën e caktuar. Por asnjëherë të konsultohem me strukturën e posaçme nëse do duhet apo jo publikoj. Okej, unë nuk do shikoja asgjë dramatike nëse një gazetar pyet për konfirmim, pra nëse këto janë të vërteta apo jo, se jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale, e rrjetit, ku çdo gjë që bie në dorë, gjë e parë që duhet bësh është të dyshosh është e vërtetë apo jo. Pasi nuk do doja ta nxjerrja nga konteksti. Shumë u tha në media sot që është një pasazh i cili nxjerr nga konteksti dhe bëj fjalë për lajmërime gazetarësh, kolegësh pra që konfirmojnë është e vërtetë apo jo kjo gjë dhe jo për të marrë leje. Është një debat dhe është diçka që ndoshta vlen të diskutohet. Nuk di nëse ka pak problemi i lidhjeve në Skype, po në fakt konfirmimi dhe marrja e konfirmimi për vërtetësinë apo jo të një informacioni nuk është e njëjta gjë me marrjen leje apo jo të publikimit të atij informacioni. Prandaj po them, nuk duam të ngatrojmë të dyja gjërat. Është në media sot se prokurori ka patur këtë kontekst, pra ka thënë që gazetarët na marrin për të na konfirmuar. Vlen të diskutohet, unë jam e hapur të diskutohet. Nëse është kjo, sigurisht nuk është asnjë problem, bile do ishte detyrë e gjithë sekujt. Po ja një minutë ta hapim diskutimin për pak minuta, se dua të kaloj pastaj tek apeli i kohës për Veliajn. Zekthi? Shikoj, nëse vendos SPAK-u se çfarë publikohet, është të verë i vërtet. Nëse liria e shtypit është kufizuar nga çfarë organet e qeverisë duan që të publikohet, dhe jam me leje është dram. Po unë mendoj që ky nuk është rasti. Me sa shoh aty të paktën, ai thotë që kemi patur raste kur gazetarët e Kronikës së Zezë kanë pasur informacione dhe kanë ardhur, na kanë kontaktuar. Ky informacion është i vërtetë apo jo? Pra pyesin, është i vërtetë apo informacioni? Deri këtu mendoj që është rregull. Gazetarët mund mos